Zona e Devollit ka një nga fushat më të mëdha të mbjella me moll në juglindje të vendit, të cilat këtë vit për shkak të ngrisave janë dëmtuar në masë të konsiderueshme. Njëri nga fermerët e fshatit Mançurish tregon se zgjidhja e vetme është që kutitë e votimit t'i mbushin me moll, pasi prej 5 vitesh janë dëmtuar nga breshëri dhe kushtet meteorologjike, ndërsa askush nuk është kujtuar për ta. U prishën. Unë kam qenajnë. Qenajnë, tëra janë prishën. Po iqë, ka shi gjefe kanë ato, se që shi s'kanë. Ka shi kujtë unë, e unë se di si do të... Pa, po të na japën do një shpërblim mirë, të mbulojmë shpenzimet. Ka përdor molla, po janë të dëmtuara, pe breshërit. Cilësia është e dobët, kështu që bie çmimi. Po këtë vit tash janë ngrica, si të bëjmë. Po jo, mendojmë se deme ka berë, po sa qenë këto darda, për shembull, dhe qershitë, këto mund t'i ketë dëmtuar sa më shumë. Po, moll janë prerë shumë, ja duke filluar që nga mua, unë preva 2 baqa. Temperaturat do ngrihen në fund të muajit, do vej prap kjo temperaturë, edhe po na erdhi kjo temperaturë prap na shkatroi. Kurse këtë vit është shpejt akoma ka filluar dëmtimi, po si do vej moti e ka Zoti këtë punë. Kur janë trata agronoma nuk vinë njerë interesojnë njerë, që se që bëhet, se që nuk u bëhet, vetëm se rinë për zyrat. As më telefon as kanë marrë, as se kanë marrë rezik as kërë plak në që është për atë punë. Edhe i bje që s'bëhet me rak njerë. Falimentim mund të themi, po ne në fakt, po qose nuk shtetit verdorën bine, edhe falimentojme, jemi detyruar të falimentojme, ose të largojme edhe ne plejtë. Në juglindje të vendit janë të mbjella rreth 4200 hektar me pemtore, ndërto mbi 3600 hektar me moll. Rreth 50% e sipërfaqes së mbjell me moll këtë vit është dëmtuar nga ngricat.